po të nalën do bësh, do të nalën të mëjnë 24 orë mën, do regjistrohesh, jo ku ishit, ku shkuje, që ishit të ba, pjerën ta, do të kaloni natë shumë të utë. Punën e kryni me sukses, unë jem njëri shumë i lodhën fizikisht. Nuk të rajnë. Nuk është kur farazikut, më thonë gjatë kohës që të gjujtë mu, e këtë fitorin sigurt. Mrapa, ka t'ikni duke qenë një zonë shumë e kontrollume dhe shumë e vogël dhe shumë e rrethume, me një vetëm 2 dalje, njëna dalje, se të ka zë shokoj ato vëllo, ka vetëm një hymje, një dalje, dhe më thonë vetëm 2 rrugë lidhen këtë qytet. Edhe qyteti nga qyteti janë diçka të 14 minuta, njëni 25 tjetëri. Hajde se të zgjidhni 14 minutë. Për 14 minuta jep të alarm, do të kapeni pa dalë të qytetit tjetër, kështu që do të këshilloj mos të mrani, mos deli nga qyteti, më shefni dikon edhe pritni 72 orë atë, se nuk du që të binin burë. Kështu do kisha bane. Tani, ç'a doni me mësu ma. Atëherë, ti mund të thush aronit tonë nga kolore, nuk është akollore, është bërjash, por në forma kolore. Që rejtë 7 ditë tonë, që nuk do la unë e heqë. Me një pak unë nuk jem tuc, me marrë vërsonë që dikush kam rru nuk dalë, unë jem tuc, unë e pranej, jem tuc, që budalë jam unë me dalë me mbrati? Jo, s'ka shansë. Nuk dalë. Bërë. E me di që një kështu, ju lon një muj të hargjoni diçka të 12.000 euro për vetëm të nejtë hoteleve sane të bi duhane për mërzije e birra e zona. Keni me dalë minus me mu. Ma mi bëjmë kështu. Hajde shkoj privat, më jep numrin, më ka zë kusht i ka 10.000 euro për mu me prova, kështu me dokumenta. Unë e t'ja 5.000, pa ba punën heqtit. Për zotën për. Vajtë se kush, është që ose është një njëri taman, si e, me në dëshoj, për shamu, po si kam shef se t'jetë, jo 5, po t'ja 15. Të ne. Vesh më ka zë kusha. Me prova. Disa qune nga Firi, nga Vlora, alla me djemsh. Sinqerisht e kam. Që jetojnë këtu në Itali, nuk merren me TikTok ata qunat. Ju kishe shkujt, shok mas shokot varet, ju kishe shkujt. Ata qunat ishin taman për zotën mall. Ishte fan me i ra një fararunit. Ata nuk o mershin ata qunat me TikTok fare. Ashtë e vërtet, për zotin nuk i raj, të betua. Ishin thonë, kusha, keni 10.000 euro me i ra njënin, i ka thonë, kusha, kënë TikToker. Vaj, son. Në është ata djemë tani më ndjekin për ditë janë gjunat mirë edhe kam folë shumë me ta. Është e vërtet. Me firake, me femena. Të betovë nuk i rejnë.
këta çuna tash çka kishin bërë, kanë thonë kush është ai që kena me rroj, kanë thonë nga Vlora këta, ala me djemsh për zotën e madh çuna. Vesh se kishin dalë prej burgut, kanë thonë pse mos ta marrim 10 shekoti, 10.000 € na jepi dorë aty. Me firakën të rinë, nuk e di, po nëse njëri, dy janë kanë prej Vlora, kurse ndoshta kanë qenë në firak ata të tjerë, normal. Nuk e di të tonë se një tonë, po një që kam fol shumë atë. Edhe kanë thonë, kush është ky? Kanë thonë është njëri nga një shqipnis, po tiktoker është. Veç me fut jetë rrahme me video edhe. Hani ka thonë bari desh, 10.000 € pse mos më marr. Mira janë, në fakt një është marrësh po. Shkrejtet nuk njifshin TikTok-un, nuk e ndjekshin TikTok-un, as dishin çfarë është TikTok, ata çuna buzhesh vasa kanë dash lek. E normal, ashtu nuk kuptoj. Po vlenjot janë shumë zgjuar. Për zotin e madh po. Janë shumë zgjuar ka pinxhanat hava. E kanë marrë punën përsipër, e kanë dhënë informacione të ku jetojë krejt sa në vende. Kanë një stacionat kanë ardhur. Edhe më kanë nejtë më rapa diçka të 3-4 ditë. Tani, këta që i kanë dhënë po thoj za punën, i këshin thënë që është një ordiner legend, TikTok-u, nga ta që shohen më rapa për i të ndinë. Dusha e kishin ban mu, kishin ban u zot në aruj. Unë bëlli kesh jam, po më kishin ban shumë ma të kesh se sa jam. Dhe më thonë më kishin ban ordiner krejt. Me të vërtet më kishin ban ordiner. Me fjallë të thonë të në gutu ko mos njek TikTok-un, s'kanë pasen ata. Po këtë vlenjoti të më palë në përmes TikTok-ut, gjatë 3-4 ditëve që kanë jetu, afer, unë s'rejnë nuk i kam jetu kur, të po ka TikTok-u, më ka pa së shaje, nuk bëjnë ashtu, dhe më thonë, i ka pa disa gjona që ishin rejna që i kishin thonë. Edhe më bani bjenë kërët fëmijëve, tha që në fillim, tha unë filloha me dyshu, se s'më dukte, tha një ashtu sikur po thojshin ata, edin, më duk, mak ma nëshe se s'ma përshkujnë ata. Tani, që ku më ka pa të leviz, të dalë, të hynë, normal se të edin, ka shumë se si një këtë një. Ma kishin bon, tha barbën krejt një, po, gjonë nuk e dukshin është shok të leviz, sa 5-6 vetë, me 2-3 makina gjithë mund. Po jesë unë dalë për frig me 2-3 makina ose për siguri. Po unë dalë se i herë si dalë, unë dalë rrallë, unë rri shumë me familje, unë dalë rrallë, po jesë si dalë vinë shok, ta dalim. Dalim o hamë diçka dalim, dalim e pojmë i punë, dalim e pim diçka dalim. U s'kur një teme për zotën e malë, unë nuk i kam vesh atletet me mu njës dikon pa ditë ku jem të shku. E kam sinqerisht, po këtë jetën po qysh se kam qenë fëmijë, kur një jetë, nuk jam kënë tip që du me dalë. Nisem unë, po të vishë i këpuc, po riku dikon. Ku? Po du me ditë se ku jem të shku, sa kam me nejtë, se shka du me bon. Nuk nisem kur pa një qëllim. A të kuptu. Nisem vishin qunat, me 2 makina, 1-3. Mërshë makinën të me ma bëshën, se makinat si ma i kort njëti, ma i shok. Vishëm mërshën, shok, dalshim, u këtheshim. E këshin më thonë, s'ken ka krejt barboni, kësha thonë, ta që unë në këtë një djede, për tjerë më shokë, kë nuk po duket që kur në kanë thonë. Edhe, këshin thonë, shoku, ti informu në pak, këshin fillu informu. Zotë në arruj, kanë fillu më informu, për mu. Më pak janë një ashtë kes, për zotë e ma, nga që une, këta personalisht nuk e një fshasni, amo me kushenj, me vlezën, me shok këtyne që i qunave, unë e kisha hangre, pije, nejt, e shku shumë mje që i kanë thonë që kajnë të bon aty ju plasë zoti si të balit. Jo kushenj, jo lola, po në thonë, kisha hangre, nejt e rrit buzhe me ata kushenjt e tëne. Kur i kanë thonë jena prej këtë puni, i kanë thonë jek një morë plasë zoti si të balit, shoki jonja, vla jonja, a këpëtan, është djallë të manë, mësë pashe se i ka pjerë pak të runi e hinë tik-tak. Por për zotën e malë, ka një këta qunat, së më kanë thonë asë i zonë, e kanë nejtë 3-4 ditë me shpenzime vetat to, më kërë shumë kesë. Edhe kam folë mrapa vonë shumë, të hapë muhabeti, së më kanë të regu korë.
Janë edhe quna që nuk nxirin gjë, për shembull, quna tamam. As nuk thonë që ta bëna njeri i ka provatë filonit, por as me ta kallzu filonit. Kur s'ma kanë kallzu se kush i ka nis. Janë të vëlla shumë, po janë tamam quna. Për shembull. Edhe ka rregull, ke punë për shembull zban as pavarësisht se tani dola shok e dasha mirë njerëzve tu, nuk bën se si me tratu atjetin si të ka punën, po varet se si i ke lidhjet me ta. Pse po lodhesh me këto që kanë mendjen kalamajsh? Po dhe unë e kam mendjen kalamajsh. Kusha është si me shku në stadium edhe me thonë se më pëlqen futbolli. Unë në stadium me ju jam kusha, s'më të thëmë unë jam në mishej, jam me i kushë, po kam mra këto për rëzik, s'kam mra për rëzik kusha, s'më nalë kush me fike, mës me i mo. Pa nesëm. Me malsori e nga tru një herë, po sigurisht që po. Pse do të me i pyet njënin nga i herë pra e se mu nga tru? Pse do me thonë se më malsori? Unë e njëf shqiptar, shok e njëf, djem mirë, djem kësi, nuk shof unë e diferencë. E shtonë. Pse? Pse do të thotë malsori? Po bë, sus bjen. Bjen mirë është mos me nëshar me kërkan vla, shërë së është e mirë më. Është e mirë, ka për funimin e kesh, për të nëvante, edhe ditë se funi i shërrit është i kesh për të tonë, kush e njef shërrin, o nori, kush e njef shërrin se dënë. Më braft e lumi, zot, një djallë, ti fol me njerëz për shembull që kanë pas probleme serioze në jetë, që kanë vra, ose i kanë vra. Çka të folin për shërrin, thot, larg qoftë vlla, mos si zoti hisë shërrin, sepse ai e din se çka është. Përfunimi i shërrit është pika fundit është kur njeri vret diken. Nëse ti e vret diken, te betohem në Zot se ke vrarë dhe veten. Ton jetën buzë, largërve tu, e qes vrau kush ti, pës që po atë rrismës me të vrau kush, po atë ka lështan jetën buzë. Isa janë është më shok. Në momentin që i grej gëjsh drejt dikuj, te betohem si mja grej vetit e kej. Kur shkojnë puna aty, aja funi shërrit, ai që e njef, që e ka jetu këtë pikë, nuk e dën. Nuk e dën. Shërën e filloj gjithmonë fëmia e gratë. Asnjëherë burrat nuk kanë nisë shërë. Fëmijë, metaforikisht, fëmijë thëmë edhe një burrit 40 vjeç që s'di me folë, s'di me nej. Fëmijë thëmë edhe një burrit që është 35 vjeç që s'din me se matë fjallën. E njeri si janë njeri, s'po thëmë burri, pësjo burr, po njeri si janë njeri, e do të fjallën me matë para se me lëshu, se ranon dikene, atë mrapa ta kthen edhe ai, nisja atë mrapa. Kapi mocaminin, kush të lëshoj në fundit, e kush ka në përfundon ajo fjalë, në fund të fasja dhe. Më kështu që vetëm prej budallës e fëmijëve e grave një shërë. Gjithmonë. Po më shok, veç dy fjallë, më thuj. Se fletë se lek duka gjeni. Qa ka lidhe, por mos pankras